kur u bë publike UÇK-ja në 97 nëntor, 97-s, Recep Selimi theksoi për turmat se çfarë kishte bërë UÇK-ja, se ata që kishin qëndrime pacifiste denigron luftën e shenjtë. Dhe kur anëtarët të shtabit të përgjithshëm dolën për herë të parë në televizor në mars të 98-s, e bën të qartë se autonomi nuk do ta pranonin. Në fakt, në momentet më të rëndësishme, shtabi i përgjithshëm konfirmoi në fakt shënjestrimin e bashkëpunëtorëve. Për shembull, kur u bë publike UÇK-ja në 97 nëntor, 97-s, Recep Selimi theksoi për turmat se çfarë kishte bërë UÇK-ja. Pra, që kishte kryer veprimtari çlirimi kundër okupatorëve dhe citoj si dhe ndaj bashkëpunëtorëve shqipfolës, kolaboracionistëve. Pashtu theksoi se ata që kishin qëndrime pacifiste denigron luftën e shenjtë. Kjo mund të gjendet në provën 1878. Dhe kur anëtarët të shtabit të përgjithshëm dolën për herë të parë në televizor në mars të 98-s, e bën të qartë se autonomi nuk do ta pranonin. Dhe i lëshuan një paraemërim qeverisë shqiptarëve të Kosovës të dorëzonin fonde, përndryshe do të kishin përgjegjësi, do mbani përgjegjësi për këtë, dhe theksuan se gjitha veprimet e UÇK-s ishin drejtuar kundër okupatorit serb dhe në thonjza kundër kolaboracionistëve të shtypsve. Kjo gjendet në provën P4217. Ky ishte fillimi i marsit, kur të akuzuarit ishin ende në një grup të vogël që pretendonte se donte të çlironte Kosovën me forca me anë të armëve kundër policisë, ushtrisë serbe, bashkëpunëtorëve, tradhtarëve. Por fillimi i marsit njihet fatkeqësisht edhe nga sulmi që i ndodhi familjes së Jasharëve dhe vrasjes së Ademi Jasharit dhe familjes së tij. Një ngjarje që nxiti atë për të cilat pajtojnë të gjitha palët, fillimin e zgjerimit eksploziv të UÇK-s nga origjina e vet guerile. Zoti Kuik do të flas më shumë hollësi për krijimin dhe konsolidimin e një sitebe nga shtabi i përgjithshëm gjatë periudhës kohore. Por unë po ju jap thjesht një panoramë të përgjithshme. Shtabi i përgjithshëm, i cili për vite i kishte garantuar ndjekësit e mundshëm dhe publikun se nuk do të ndaleshin, edhe nëse konflikti do të bëhej më i madh dhe më gjatë derdhës, filloi të vepronte më njëherë. Sikur se thuhet në dosjen tonë përfundimtare, paragrafet 25 dhe 27, Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe një grup i madh i LPK-s dhe aktivistë të besuar hynë në Kosovë, ku këta aktivistë filluan të udhëhiqnin, të krijonin njësitë ekzistuese dhe të krijonin njësitë të reja, duke përdorur vullnetarët të cilët donin të krijonin ushtrinë për të çliruar Kosovën. Dhe ishin krenar për të qenë ushtar besnik dhe të ndëshkoheshin qoftë dhe me vdekje në qoftë se nuk e respektonin këtë beti. Në të njëjtën kohë, shtabi i përgjithshëm forcoi dhe formalizoi marrëdhëniet ekzistuese në vende si Dukalgjini dhe Llapi dhe rekrutoi ushtar profesionist për të ndihmuar për të stërvitur dhe për të krijuar UÇK-n. Sikurse tha Jakub Krasniqi në provën P796, UÇK filloi të zgjerohej nga një ushtri guerile dhe ishte pikërisht shtabi i përgjithshëm që në thonjza kishte përgjegjësinë për të organizuar këtë ushtri.